Nën këmbët tona fshihet një tjetër Shqipëri. Një botë e errët, e mbuluar nga shekujt, ku qytete të zhdukura, tunele sekrete dhe dhoma të paeksploruara presin ende të tregojnë historinë e tyre. Këto nuk janë thjesht legjenda. Janë gjumë të vërteta të një civilizimi të lashtë që ka lënë pas mistere të cilat sot mezi i kuptojmë. Nga rrjetet e nëndeshme të Ali Pashës, te korridoret e fshehta të Krujës, deri te qytetet që u zhdukën si të mos kishin ekzistuar kurrë, Shqipëria ka një fytyrë tjetër. Një fytyrë që gjendet nën tokë dhe që sot ne do ta zbulojmë. Tunelet e Ali Pashë të Pelenës, rrjeti i fshehtë që lidh te qytete. Ali Pashë të Pelena, një figurë gjigante e historisë shqiptare, nuk ndërtoi vetëm kështjella dhe fortifikime. Ai krijoi një prej rrjeteve nëndeshme më të mistershme të Ballkanit. Në Porto Palermo, poshtë fortesës së bukur, ekziston një tunel i gjatë dhe i ftohtë, i cili mendohet se lidhej me pika strategjike të gjirit. Në Tepelen, poshtë kështjellës së tij, gjenden korridore të gjata që shtrihen drejt maleve, disa të rënuara, të tjera ende të pashkelura. Banorët tregojnë për dalje sekrete që përdoren nga trupat e tij ku sulmoheshin nga ushtrit osmane. Por misteri më i madh lidhet me legjendën e tunelit që thuhet se çonte nga Janina deri në det. Një histori që ka magjepsur studiues për dekada. Edhe pse arkeologët nuk e kanë konfirmuar plotësisht, dokumentet e kohës tregojnë se Ali Pasha kishte një obsesion të vërtet me tunelet. Ai i përdorte për aratisje, për transport armësh dhe për të mbajtur të fshehta lidhje diplomatike. Çfarë fshihet ende brenda tyre? Askush se di plotësisht. Tunelet e vjetra të Krujës. Daljet sekrete të Skënderbeut. Kruja nuk është vetëm simboli i lirisë, por edhe një nga qytetet me strukturat më të lashta nëndeshme. Që në kohën e Skënderbeut, thuhet se poshtë kalas ekzistonin rrugë të fshehta që çonin drejt maleve, të përdorura për të shpëtuar civilët dhe për të befasuar ushtritë osmane. Tuneli i famshëm i zgjurit, i vendosur në qytetin e vjetër, është vetëm një pjesë e vogël e këtij sistemi. Ai thuhet se lidhej dikur me rënojat e kalas dhe dilte në një pikë të largët jashtë qytetit. Dokumente osmane të shekullit 15 përmendin disa rrugë nën tokë në Krujë, të cilat mendohet se ishin pjesë e një rrjeti më të madh komunikimi. Disa historianë besojnë se këto tunele shfrytëzonin natyrën shkëmbore të malit për të krijuar rrugë të fshehta, të cilat Skënderbeu i përdorte për lëvizje të shpejta dhe taktike. Sot, një pjesë e këtyre tuneleve është shembur, ndërsa të tjerat mbeten të pamapeduara, fshehur në shtresat e qytetit modern. Por legjenda mbetet gjallë. Kruja është qyteti që ruan sekretin e rrugëve të padukshme. Qyteti i humbur i Karaburunit. Qytetërimi i zhdukur. Karaburuni, gadishulli i stuhishëm që shtrihet përballë Vlorës, fsheh një nga misteret më të mëdha të Shqipërisë. Studiuesit kanë gjetur varre të lashta, fragmente murature dhe themelet e një strukture që si ngjan asnjë qyteti të njohur. Disa besojnë se është një vendbanim helenistik i zhdukur. Të tjerë mendojnë se i përket një qyteti i lirë të humbur nga dokumentet. Legjenda e detarëve të vjetër thotë se një qytet i tërë u zhduk natën, pasi u godit nga një mallkim i egër që erdhi nga deti. Ka dëshmi të anijeve që shekuj më parë e kanë parë këtë gadishull si vend të rrezikshëm, ku dritat misterioze shfaqeshin natën. Arkeologët kanë zbuluar fragmente qeramike dhe gur të punuar, por askush se di sakt çfarë qyteti ka qenë aty. Disa korridore të ngushta, të futur thellë në shkëmb, lën të kuptohet se Karaburuni mund të ketë pasur një rrjet të vogël nëndeshëm, ndoshta për të mbrojtur nga piratët e mesjetës. A ka qenë ky një qytet i madh, apo vetëm një fortesë e braktisur? Misteri mbetet i hapur. Bylisi dhe Amantia. Dhoma të fshehta dhe korridore të paeksploruara. Bylisi dhe Amantia janë dy nga qytetet më të rëndësishme antike të Shqipërisë, dhe megjithatë ato ende nuk janë eksploruar plotësisht. Poshtë teatrove dhe tempullit të Bylisit, arkeologët kanë identifikuar struktura të nëndeshme që mund të kenë shërbyer si magazina, dhoma ritualli ose korridore të fshehta për priftërinë të kohës. Në Amantia, varret monumentale dhe strukturat me gur të mëdhenj tregojnë se banorët e saj kishin një kulturë të zhvilluar në arkitekturë. Por çfarë fshihet nën tokë, mbetet ende mister. Disa korridore janë të përmbyllura dhe nuk hapen për siguri, ndërsa teori të shumta sugjerojnë se qyteti mund të fshehë ende artefakte të pazbuluara. Në disa ekspedita të viteve të fundit, arkeologët kanë gjetur objekte rituale që tregojnë se mund të ketë pasur dhoma të tjera më poshtë. Shumë mendojnë se Bylisi dhe Amantia janë vetëm maja e icebergut, dhe nën të qëndrojnë struktura që ende presin të zbulohen. Nëse këto hapësira hapen një ditë, ato mund të ndryshojnë historinë e qytetërimit i lirë.
Kullat e nëndeshme të Beratit. Berati, qyteti i 1000 dritareve, nuk është i famshëm vetëm për bukurinë e tij, por edhe për misterin që fshihet nën kalat dhe lagjet e vjetra. Disa kërkime të viteve të fundit kanë zbuluar themele romake të zhytura thellë në dhe, të cilat mendohet se janë pjesë e një sistemi kullash të nëndeshme. Banorët tregojnë histori për hyrje të fshehta që dikurçojnë drejt dhomave të gjera poshtë lagjes Mangalem, por që sot janë të mbuluara me dhe rënoja. Në disa raste, gjatë restaurimeve, janë gjetur shkallë që zbresin në nivele që nuk shfaqen në hartat zyrtare. Arkeologët dyshojnë se këto mund të kenë qenë ambiente ruajtjeje, vende strehe gjatë sulmeve ose struktura të trashëguara nga periudha romake dhe bizantine. Misteri shtohet nga rrëfimet e vjetra që thonë se nën berat gjenden dhoma që s'mbarojnë kurrë, të cilat i lidhnin lagjet e qytetit në mënyrë sekrete. Sot, pjesa më e madhe e këtyre kalimeve mbetet e mbyllur, por nën sipërfaqe berat ruan një histori të tërë të fshehur. Labova e Kryqit, tunelet e priftërinjve të vjetër. Labova e Kryqit është një nga fshatrat më të lashta dhe më misterios të Shqipërisë. Kisha e saj e famshme, një ndër më të vjetrat në Ballkan. Mendohet se ka poshtë saj një rrjet tunelesh të përdorura nga priftërinjt gjatë pushtimeve. Legjenda thot se këto tunele i ndihmonin të shpëtonin ikonat, libra dhe objektet e shenjta, sidomos gjatë sulmeve të shekujve të errët. Në disa zona përreth fshatit janë gjetur hyrje të vogla të mbyllura me gur, që mendohet se ishin daljet e këtyre korridoreve. Disa arkeologë besojnë se tunelet lidhnin kishën me vendet e banimit dhe ndoshta me varrezat e vjetra. Por çfarë është interesante është se vendësit flasin për dhoma të fshehta, ku priftërinjt fshinin objekte të vlefshme dhe dokumente të papërcjellura deri më sot. Edhe pse nuk ka një hartë zyrtare të këtyre tuneleve, prania e tyre është e gjallë në traditat e Labovës. Ndoshta një ditë, një ekspeditë e madhe arkeologjike do të zbulojë se çfarë ndodhet poshtë kësaj kishe të shenjtë. Misteret e Gjirokastrës, nën kalat që fshehin labirinte. Gjirokastra, qyteti i gurit, është e famshme për shtëpitë karakteristike, por pak e dinë se nën të fshihet një botë e tërë e nëndeshme. Kalaja madhështore e qytetit ka korridore të errta që shtrihen në disa nivele poshtë tokës, disa të hapura për publikun, të tjera të mbyllura nga ushtria për arsye sigurie. Ekzistojnë dëshmi për pasazhe që çojnë në pjesë të padukshme të kalas, si dhe thashë theme për dhoma që u mbyllën përgjithmonë gjatë luftës së ftohtë. Në shekullin 12, kur Gjirokastra ishte një fortifikim bizantin, besohet se sistemi nëndeshëm ishte edhe më i madh, duke shërbyer si depo, burg dhe stre. Banorët e vjetër tregojnë për zëra dhe jehona që vinë nga poshtë rrugicave, si dhe për hapësira të mëdha të paeksploruara. Edhe pse një pjesë e strukturave nën kalat është zbuluar, shumë ekspertë thonë se Gjirokastra ende ruan tunele dhe dhoma që nuk janë dokumentuar. Ky qytet mund të jetë një labirint i vërtet, i ndërtuar gjatë shekujve nga perandoritë që kaluan. Qytetet e humbura ilire, ato që përmenden, por nuk gjenden. Iliria ka qenë një nga civilizimet më të fuqishme të Ballkanit, por shumë nga qytetet e saj janë zhdukur nga faqja e dheut. Damastioni, Gertusi, Pirusti, Bojana, të gjitha të përmendura në burimet antike, por asnjë nuk është gjetur me siguri. Disa historianë besojnë se këto qytete ndodhen nën tokë, të varrosura nga tërmete, luftëra dhe ndryshime të mëdha gjeologjike. Damastioni, i famshëm për monedhat e tij, mund të jetë ende një qytet i tërë i paprekur. Gertusi mendohet të ketë qenë një qytet i fortifikuar, ndërsa për pirustët dihet se ishin mjeshtër të xeheve. Ndoshta qytetet e tyre ndodhen pranë zonave minerale të veriut. Ka teori që thonë se disa prej tyre janë zhytur nga rrëshitjet e tokës, dhe madje disa studiues sugjerojnë se ndodhen në fshatra moderne. Shqipëria është ende një vend ku mjafton të hapësh dheun dhe mund të zbulosh një epokë të re. Qytetet ilire që presin të gjenden një ditë mund të fshehin sekrete që ndryshojnë të gjithë historinë e rajonit. Të gjitha këto struktura, gjurmë dhe tunele në Shqipëri tregojnë një të vërtet të padiskutueshme. Historia jonë nuk është vetëm ajo që shohim mbi sipërfaqe. Nën malet, qytetet dhe fushat, fshihet një trashëgimi i tërë që pret të rikthehet në dritë. Qytete ilire të zhdukura, korridore të fshehta, rrugë sekrete, varre të panjohura dhe dhoma të mbyllura prej shekujsh, të gjitha janë pjesë e një enigme më të madhe që ende nuk është zgjidhur. Ndoshta, misteri i vërtetë i Shqipërisë nuk është në libra, por pikërisht nën tokën që shkelim çdo ditë.